Qëre për mu qu shpirti, dhe me thonë për mu aktivizu trupi. Gjdo më nxesh, pa pas nevoj për me zërë mu qu për gjumit, preferohet 30 deri në 40 minuta muzikë. A më kuptan? Unë edhe në shpet gjithë shuna me muzikë. Po, muzika e aktivizon trupin, për nuk ka shansë ndryshe. Flasë për më nxesh, se ritmi që e ndigjon, truni hinë funksion ma shpejt se zakonisht i zhot për gjumit. Edhe është forma ma e shpejt për me u këtjel. Ska ndryshe. Këto problemin po është që ke puna e gjumit, që s'po jemi kursysha edhe Me gjumin, jemi shumë probleme te gjumë. gjumi jemi më zvet. Tani po ndikon gjithçka, Ja, gjumi. nuk po flemë si njerës, me thonë, të e msheli muzikën edhe po flejmë krejt. Mu po më ndikon shumë puna e gjumit. Ajo qësh nuk më ndikon. Edhe në shpej kam playlistën këtë multivitamin. Hajtë për prajme, për sende në regull. Se është tip momente, tip emocione, që më thejt tash, për prajme arsjetot edhe me nejt pak ma gjatë. A ma ditëve tjera, është pak e tepër. Se vetë prajmi pas gatët, plus edhe pak do diskutimi mas prajme, ta e totalisht në Ajo regull. është krejt në regull është, po jo për natë. Se edhe po kalon në banalitet. Baby. Më ardhë interesant që su publiku puna e degenerimit. Në ndjekë publiku çdo detalj vëlla çka. Po, ata e Publiku e se sheh. Publiku sheh gjithë shka vëlla çka. Edhe mos në të këmëmarë. Që s'dojlë? Se ke Sepse, pikë shumë e fort. Jo, në momentin që ti nxjerr një klip tjetër, midis dy vajzash që përdorin një fjalë pa pranueshme për një vajzë tjetër, jam shumë dakord. Po që do me thënë që vetëm nga vajzat nuk lejohet me ofendu, nga meshkujt s'pas ka problem? Përkundër. Se nuk është veç hajt, është fjallë shumë e O rëndë. nxjerri të dyja, Edhe mënyra që thonë, se su konë asë në emocione si, por asë kur zhehe, që konë në pikë s'fillte. Si shtashu më thonë ty. Në atë moment e ke vajzën e degenerume, e s'përmëndet fare. Kur jo? Çdo kush tregon vetën e vet. Absolutisht. Edhe në rregull. Absolutisht, po. Njerë kush ka që i thojmë na goj, e ofendon, e do kësi sende të pahishme. Unë në stop e kom potencu të edhem, kush ja bën ja bën vetës, kush ja bën ja bën vetës, kujdes, 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 mo, edhe nofë këndot kujdesi me pas. Edhe shumë duhet me pas, me të vërtet duhet me pas kujdes. Ka një, është ajo shprehje që thot, goja e shtra s'ka, po